Po lidhja Alaudin Malajt juve përmendet pak më herët, lidhje me atë vendimin e famshëm që e kanë njoftë atë pronësin, i cili u prish më pas gjykatë të lartë, pasuria e tij prej 1.7 milion euro, një gjyqtar me një rrogë gjyqtarit bëhet aq, apo biznesmeni tjetër Bujar Nasufi, të gjithë këta na rezultojnë edhe këta në projektin e Sazanit. Po a kanë në lidhje në një farë mënyrë edhe këta personazh me atë projektin që po bëhet në Sazan, apo Zvërnecin e lëm veçmas, apo është vazhdimësia e projektit që po diskutohet? Shikom, për të vazhduar dhe çika se analizës që thatë ju në lidhje me sa dalin nga pronësia e dokumentave aty, në shpëdhimet e fundit, se kemi dhe hetnimet e prokurisë së posaçme, mua më ngjan që zoti Shehu është viktima e këtyre mekanizmave. Sepse po ja them edhe një herë, të gjithë po flasin për gjysmën e sipërfaqes së projektit. Askush nuk po flet për pjesën tjetër. Pyetja është si ka mundësi? Pronësia në Zvërnet, po të referohemi pretendimeve të banorëve të zonës, duke hequr më një anë. Dhe një që mund të mos ketë dokumenta, apo vërtet ndokush që mund të jetë banori i zonës aty, sa unë kam menduar, kuptuar, apo kam dëgjuar shumë pak, s'ka familje, të cilët themi të Belerës, ja, Belerët e Vlorës në ato që kishin saraje, po të themi, po çuditërisht nuk flet askush për 200 hektarshin tjetër. Dhe ndërkohë, dhe këta të tjerët, pronën e kanë përfituar po me të njëjtat skema, që është që ne po flasim për zotin Shehu edhe për Alaudinin, sepse Alaudinin ish gjyqtari në këtë formë e ka marrë. Unë mendoj që Zvërneci dhe Sazani të duket sikur kanë lidhje, por në fakt Sazani u shfrytëzua nga prap nga qeveria vetëm thjesht për të bërë një reklamim, sepse të gjitha palët ishin të interesuara për Zvërnecin. Qoftë edhe për uljen e kostos. Dhe nëse ne do besojmë, se nisim me indicjes që aty përfituesin edhe ndërtues do jenë kompani shqiptare, sigurisht që nuk mund të marrin përsipër ndërtimin e një resorti në një zonë kaq të vështirë sa që mund të jetë zona e Sazanit.